qytetarët të Kosovës, sot është seanca 22 me radhë që deputetët e opozitës vinë këtu në kuvend, edhe nuk votojnë fare. Du t'i rikujtoj që në proces është votimi i një komisioni ad hoc për administrimin e votës së fshehtë. Konform rregullorës së kuvendit, në 61.4 e kuvendit është propozuar votim i fshehur, i cili po ashtu është në linjë me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese 19/14.128, ku shprehimisht thuhet që deputetët e kuvendit përmes votës së hapur ose të fshehur, duke votuar për, duke abstenuar ose duke votuar kundër, por që nuk mund të ikën atij obligimi, duhet të zgjedhin, duhet të konstituojnë kuvendin. Dhe me qenë se po vinë këtu shpesh herë dhe po deklarojmë para jush, a mund t'i pyesni se ne po vinë këtu, po votojmë. Këta ka 22 herë që vinë këtu edhe nuk votojnë fare. Çështja është pse po vinë ku nuk votojnë fare. Sepse është hera 22 që deputetët e opozitës i ikin obligimeve kushtetuese, edhe në vetvete kjo paraqes shkelje të aktvendimit ose zakonit kushtetues të Republikës së Kosovës. Gjithashtu jemi hyrë në javën e 5, kur po ashtu nga opozita ka shku kërkesa në gjykatën kushtetuese për një kërkesë për aktgjykim të gjykatës kushtetuese në lidhje me votimin e fshehtë. Edhe jemi hyrë tash në javën e 5 dhe po presim këtë aktvendim. Ajo çfarë është e rëndësishme, e them me përgjegjësi plot, që qëllimi i bllokadës është qëllim në vetvete. Mjerisht deputetët e opozitës vinë këtu me qëllimin e vetëm, që të bllokojnë konstruimin e kuvendit, me qëllim që të bllokohet formimi i qeverisë kurtit 3. Ju falenderoj shumë, a keni pyetje? Dhe keni zgjidhje politike, sepse jeni zgjidhje politike si partia më e madhe, apo ju gjithmonë keni si opozitë? A ka një zgjidhje partia pa shumë sepse ju nuk mund të dëroni e votoni për opozitare, ose çështje teknike të tyre? Po fshini gjitha subire mas çështje teknike. A mund të shëllë njerë lutem ma... A keni zgjidhje politike ju, partia më e madhe? Për marrë veprime dhe duhet marrëveshje politike, me zgjidhje politike. Jo teknike, jo gjyqësore, sepse keni këtyre çështje teknike që të cilat nuk ka asnjë se shumë asnjë. Kështu nëse vështrojmë me kujdes zakonin kushtetues të Kosovës, gjitha prerogativa që rregullojnë përfshirë rregullorja e kuvendit, seanca konstituive është e ndarë nga procesi i formimit të qeverisë. Sepse i takon të gjithë deputetëve që të krijojnë, të konstituojnë kuvendin, është përgjegjësi e gjithë. Jemi tek pika kur po konstituohet kryesia e kuvendit, e përbërë nga 6 antarë, 2 nga ata propozohen nga partia më e madhe, që është një kryetari dhe nën kryetari, dhe 4 të tjerë ju takojnë partive që nuk janë pjesë e lëvizjes dhe ndosje. Për këtë arsye, konstituimi i kuvendit është përgjegjësi e gjitha forca politike. Nuk thot askund kushtetuta jonë që gjithë kryesia e kuvendit takon fituesit. Se po t'ishte ashtu do të përfundoj, po nuk është ashtu. Madje sikur ne të fitojmë 90% të votave, kushtetuta e Kosovës është e ftoftë, do t'i kene vetëm 2 përfaqësues. Prap të tjerët vinë nga partitë opozitare. Sepse ky është rregullimi jon kushtetues. Për atë arsye, duhet ta kuptoni drejt, edhe ju them me përgjegjësi plot të gjithë qytetarët të Kosovës. Nuk është çështja tek një kandidat i përveçëm. Çështja dhe thelbi i gjithë kësaj katrahure është përpjekja për ta bllokuar formimin e qeverisë kurtit 3 dhe në vetvete për ta mohu vullnetin politik të manifestuar me në shkurt. Është pak kënaqësi me rezultatin zgjedhor. Kjo është logjika e sjelljes së opozitës, edhe unë mendoj që rruga përpara është që ne ta lexojmë kushtetutën dhe të ecim përpara, siç ka ndodhur në vitin 2019, në vitin 2021 dhe tash. Domethënë kjo është rruga përpara. Nëse ata kanë ndonjë dyshim që ne nuk kemi numra, siç ata thonë, është mirë për ta. Nëse konstituohet kuvendi. E vërteta është që ne kemi propozuar kandidat, sikur nuk do të propozonin kandidat, ne do ishim bllokues, apo jo. Kemi propozuar kandidat. E dyta, na është thënë që duhet të provojmë të jemi më kreativ. E kemi ftuar që të votojmë në paketë gjithë kryesia e kuvendit. E treta, kemi propozuar votim të fshehtë, siç parashë rregullorja e kuvendit, edhe aktgjykimi i gjykatës kushtetuese, dhe e katërta kemi bërë thirrje, janë publike tashmë, për një marrëveshje politike. Çfarë do që ka qenë në domenin tonë si partia fituese, ne kemi ndërmarrë. Pyetni ata se çfarë kanë ndërmarrë për ta konstituuar kuvendin, për pas votës vinë këtu në kuvend dhe nuk votojnë fare.
Po. Shikoj se që nga fillimi kur ju mbë këtë diskutime, të jep një pikpamje se si funksionon. Çdo herë që nga viti pas gjykimit të gjykatës kushtetuese 119 për 14, i vitit 2014, çdo herë propozimi i partisë fituese ka shku, ose çështja në kuvend është zgjedhur, kuvendi është konstituar në momentin kur është votuar propozimi, sepse këto e parashtet dhe Kushtetuta e Republikës Kosovës. Në 167.1 e Kushtetutës thotë që takon e drejta ekskluzive partisë fituese për ta propozuar kandidatën. Dhe kjo është qasja kushtetuese. Kërkesa për ta ndryshuar kandidatën është kërkesë politike, por nuk është kushtetuese, as ligjore. Është përpjekje për të interferuar në domenin dhe në drejtën ekskluzive që ka partia fituese. Nuk ka pasur çështje në vitin 2019, nuk ka pasur çështje në vitin 2023, duhet jeni bindur që gjithë kjo çfarë po ndodh, gjitha këto arsyetimet kanë një qëllim të vetëm, siç e tha PDK javën e kaluar, më mirë sa të bllokohet kuvendi se sa të krijohet qeveria Kurti 3. Por po bjen ndesh me vetë fjalët e tyre. Kështu që ju lutem, nëse ata vërtet dojnë me luajt rolin e tyre kushtetues, rruga përpara është ashtu siç ka ndodhur në vitin 2019, ashtu siç ka ndodhur në vitin 2021, konstituohet kuvendi, ata takon të gjithë deputetëve dhe në hapin e dytë i jepet konformitet 85 të kushtetutës, mandatari dihet është i parë është nga partia fituese dhe pastaj aty hym në domenin kur hym në fazën kur duhet bën kompromise dhe koncesione dhe testohet drejt se kush ka sa ka votë. Kjo është rruga përpara, kjo është vetëm rruga kushtetuese që e sheh kushtetuta jonë. Të gjitha këto propozime të tjera janë ose ambicie politike ose janë propozime jo kushtetuese. Po. Pa një marrëveshje politike në kuvend dhe të ketë një blokad të tillë, por tas për vitin 2014 çdo propozim i ka pasur edhe vota për të kaluar kryetari i kuvendit. Se një gjë të tillë duket për më herët dhe kur i keni propozuar Anxhelina Haxhiun, e cila në 6 ose 7 propozime nëse nuk janë gabim, nuk ka marrë votat e mjaftueshme. Pse bën një propozim i tillë duke e ditur që nuk i keni votat e mjaftueshme? E marrëm edhe e shikojmë bashkërisht historinë politike të Kosovës për saktësi. Lëvizja vendosje në vitin 2019 kishte 26%. Dhe nuk kishim koalicione se marrëveshje politike në atë kohë. Me 25 dhjetor të vitit 2019 është zgjedhur Glauq Konjufca, kryetari i kuvendit, ani që s'kishim marrëveshje politike. Marrëveshja politike erdhi 2-3 muaj pas, se të kujtohet diku në shkurt ose në mars të vitit pasus. Dhe atë kohë kemi pas 75 vota. Nëse i kujtohet, edhe nga deputetët e opozitës, për faktin që duke i lexuar gjykimin e gjykatës kushtetuese, është ditë nga gjitha forcat politike që kryekuvendari i takon partisë fituese. Dhe kjo është qasja konsistente që ne kemi pas. Nuk është, unë nuk do pajtohem me atë pyetje suggestive që gjithmonë kërkohet. Por e vërteta është që për ta zgjedhur këtë ngërsh, ne kemi shkuar edhe tutje. Kemi bërë thirrje edhe për marrëveshje politike, ju e dini. Kemi kontaktu me forca politike opozitare, nuk kanë dashur as në takojnë, sepse blokada e kuvendit është qëllim vetveti dhe veprojnë konform këtij qëllimi. A ka pyetje? Po. Të paktën sinjale për afrem me Partinë Demokratike të Kosovës, me kohë në takim të Kurti me reformën, edhe pse u thonë se nuk është folur për koalicion, po ai mbështet grupin parlamentar. I vendosës një koalicion qeverisor të konstituimit të kuvendit me Partinë Demokratike të Kosovës, edhe çështja e dytë sot kanë protestë biznesë për shkak të dorëzimit të ligjit të energjisë. Është para dhe rrugë, shtetimi produkteve shtesën vjetë qytetarë që duhen marrë në qendrim tuaj për këtë çështje, edhe do të thotë që në momentin që konstituohet kuvendi si deputet i partisë katolike e para, atë mund të marrë diçka rreth kësaj çështje. Te pyetja e parë, i gjithë takimi mendoj që ka qenë sqaruar mirë në deklaratat e dy personave që ishin në takim. Kryeministri Kurti në komunikat, sikurse edhe zoti Hamza kanë bërë të ditur që tema e diskutimit ka qenë strikt e ndërlidhur me projekte infrastrukturore të dy komunave,
të qytetit të Mitrovicës. Kjo tek e fundit vjen konform ligjit për kufijt administrativ të komunave, janë ca obligime kushtetuese dhe ligjore që të dy kryetarët e komunave është dashur ose është koha që t'i kryjnë. Edhe i gjithë takimi ka qenë vetëm për këtë çështje. Nuk ka apetit dhe nuk ka përkrahje brenda grupit parlamentar të lëvizjes vendose për një koalicion me PDK. Në lidhje me pyetjen e dytë sa i përket energjisë, kështu në vitin 2016 është kalu PDK-ja dhe LDK-ja në koalicion, me konkretisht dy protagonistë, ka qenë Isa Mustafa dhe nga LDK-ja dhe Bleran Stavileci nga PDK-ja, që i kanë miratu pakut e ligjet për liberalizimin e tregut e energjisë. Në vitin 2017, mars, sa u kujtoj, e kanë zërreja, po ashtu e PDK-s dhe LDK-s, e miraton udhërrëfysin për liberalizimin e tregut e energjisë, dhe ata parashojnë që gjitha bizneset në 35, 20 dhe 10 kV duhet dalin në tregun e liberalizuar. Dhe afati përfundimtar pas rishikimeve ka qenë 31 janar, 31 mars të vitit 2021. Kjo është e vërteta, vendimin për liberalizim. Dhe ligjet i kanë marrë pikërisht forcat politike që i kritikojnë ta. Në vitin 2019, në atë kohë, kryetari i Udhës Ekonomike, Brat Turkiqi, kandidat për deputet i LDK-s, Vyetini që pa deklaru që nëse nuk liberalizohet tregu, gjitha bizneset falimentojnë. Tash 5 vite më vonë, ose 6 vite më vonë, tjetri ishte deputeti i PDK-s, pretendenti për deputet i PDK-s, i cili tash është kryetari i Udhës Ekonomike, vjen e thotë të kundërtën. Çështja është kështu. Këto ligje dhe obligime janë marrë, afatet janë nxirr nga zërreja. Qasja që ne e kemi adoptu, se kemi majtë një seancë, një diskutim këtu, i pari pas zgjedhjeve të 14 shkurtit ju ka dediku pikërisht kësaj teme, liberalizimit. Merrni transkriptat e kuvendit dhe i shihni pikërisht këta deputetë e opozitës që po vinë këtu dhe po ankohen për liberalizimin e tregut të energjisë, kanë kërkuar liberalizim të tregut të energjisë. Qasja jo ka qenë më e kujdesshme. Të gjithë ta pretendentë dhe shoqata biznesore i kemi takuar në atë kohë, na kanë kërkuar një shtyrje. Që jemi pajtuar në atë kohë, që duhen më tepër përgatitje. Dhe shtyrja jonë ka qenë 4 vjet. Ne kemi subvencionu tarifat në që të mundësohet një tranzicion më i drejtë. Kjo ka qenë çështja që ne kemi ndërmarrë, që nga atëherë po ashtu kemi kriju skemën për të mbështetur të gjitha tarifat e familjeve që nuk i arrin mi pagu faturat e energjisë elektrike, dhe njëjtë ku ju kemi dhënë kohë biznese, përfshirë dhe asistencë, që të hyjnë gradualisht të transitojnë në tregun e lirë të energjisë, sikurse është krijuar dhe bursa Alpex. Këto kanë qenë rrethonat e vërteta. Këto janë të vërteta. Çfarë do që pretendohet ndryshe nga deputetët e opozitës nuk është e vërtetë. Mjafton me pa historinë dhe deklaratat dhe vendimet që ata i kanë marrë. Paktën politikanët gjykohen për vendimet e tyre dhe mund t'i kenë edhe vendimet e kuvendit. Shikoj, pyetja këtu është, unë mendoj që janë disa hapa të rëndësishëm që duhet të shikohen edhe të monitorohen. E para është që nga viti 2020 jemi tash në bllokun energjetik Kosovë-Shqipëri dhe jemi shkëputur, që është një nga vendimet më të rëndësishme në tregun e energjisë për sovranitetin energjetik, është krijimi i bursës Alpex. Ne duhet kujdesemi që bursa Alpex të ketë rrethonat kushtet e funksionimit, sepse është mënyra më e mirë e ndërtimit të transparencës dhe të jetë ku për afrimin me tregjet evropian. Kjo është mënyra vetëm për uljen e kostos së energjisë në treg të liberalizuar. Përqafimi i praktika më të mira evropiane, sikurse edhe parafrimi me zhvillimet e reja në Bashkimin Evropian, është rruga më e mirë për zbutjen e këtyre rrethonave të krijuara pas një vendimi të përshpejtuar edhe të pamenduar mirë të vitit 2016. A kemi pyetje tjera? Nëse jo, ju faleminderit shumë.